Përshëndetje miq të Sportcast-ve, mirë se vini në emisionin tonë të radhës në vigjilje të kampionatit botror që po vazhdon të zhvillohet me këto ndeshje kaq të rëndësishme, zhvillime kaq interesante. Ne do të vazhdojmë të flasim rreth kësaj ngjarje të madhe të sportit botror, përkatësisht futbollit, por sot do të flasim jo vetëm për anën sportive mbase kryesisht, por edhe për atë anën ndoshta disa prapaskena, sidomos kjo ana komerciale që gjithnjë po bëhet më e rëndësishme në çdo eveniment sportiv. E për diskutuar për këtë temë, sot unë kam të ftuar Enor Pakashticën. Enor, shumë faleminderit që ke ndohur kohë dhe je sot në Sportcast. Albert, është aftësia jam me konë gjithë me ty në emision edhe në Sportcast, një fantazi, kështu edicion për sportistat edhe për sportdashësit. Faleminderit shumë, a pja kushton e troku, apo ki kohë me kështu botrojna, hec po mirësh me to? Ato mas orës dhe mëjt, ja, se po flaj, a këto paradite po, i këshyri edhe, po kena deshet bukra, po kemi qa me pa. Kanë përndje kështu ma me ëndja, kina i skuadër që e pëlqen ajo? Së ndë me nëhesha, cila është pak ma e mirë. Për e kështë Argentinën ka kept mirë, të tani ndil ke Portugalia, që jenë fantastik. Tani mas ndil ke Franca, ka për njën më shej tjetër së bu. Franca po më pëlqen shumë, kjo dysha Olise me Mbappé njën të lujtë ka gja, adhen pe ka një kimi shumë të mirë, që nuk e di a kish me ka në sukseshme njejt nëse lujnë në Real Madrid bashkë, qashtu. Por që me i pa ata dytë në Real Madrid, jetë më shelin me nere sezonën javë të parë. Qëfar fjallie. Ata fansat e Barcelonës kanë më shansë. Për te kësaj anës sportive, apo duke që botrorit, po jam marrin vëmendjen edhe çto lëvizjet, po themi, që apo di reagimet e lojtarëve, organizimet, si për shembull një festë organizuar, një skuadër po merr shumë vëmendje, po folet për to, ndoshta si një lloj imazhi, një lloj spektakli që po krijohet, apo merr vëmendje për te anën sportive dhe çka ana e imazhit të lojtarëve, futbollistëve krejtëve. Unë mendoj që ky vet është ai viti që e ka bën ndryshimin shumë ashqare. Se gjithmonë futbolli ka pas atë pjesën komerciale. Po si vjetë u ka në kështu ashqare për shkak se FIFA është dukshëm dhe shumë ashqare të luftu me Super Bowl, me sportet amerikane, me NFL-in që ata kam përfitime enorme, klubet e NFL-it ose dhe vetë liga NFL, kështu që FIFA është të mundu me luftu edhe me imri ato, edhe këtë vit në 3 shtete që përmbohet Kupa e Botës, jo çdo fest, po në çdo lëvizje këta janë të e pasi hapësirë për me përfitu. Edhe mandej pedim në avet shpërndarja e videove, reels, e tjera që kanë përfitimet të tjera enorme tek pjesa e mbrapa, por që FIFA është të e shfrytëzu çdo hapësirë të vogël për me përfitu. Edhe si vjetë është ma shqyqare si kur. Në fakt, nuk është njës vetëm këtë botror, kemi pa për shembull edhe UEFA dhe FIFA, duke që e kanë që strategji, për shembull me i qunë ndeshjet edhe në kontinente tjera që me bën një lloj përfshirje. Për shembull që finalet e kupës italiane shpesh i kanë qunë në Arabi ose po planifikohet që ndoshta 2-3 ndeshjet e para të një kampionati me u zhvilluar diku tjetër, a kanë diku që kjo që me ushtri sa më shumë. Po, pjesë ose politik e secilës ligë është për me u shpërnda sa më shumë. Një prej ekipeve të para që ka menu këtë sen, që në konë ndoshta mastermind i keqësaj, konë Manchester United, që e pa të bo shpërndarje në kin. Edhe mandej mener mas Manchester United, u mundu Milano, mandej nuk mojtën, edhe dështun se strategjia Manchesterit ka qenë perfekte. Edhe kanë pas përfitime enorme. U flasë në ato vitet 2016, kur Manchesterit u konë nice. Edhe po marketingun e kam pas film, perfekt. Tash jënë të punu, krejt ligat, UEFA është tu i leju me u bo këtu, sene për shkak se po dojnë ma shumë fansa. Na edhim vet, Azia i ka 2 shtetet më shumë të popullsi, Indin edhe Kinën, që jënë ka munohën me thith sa ma shumë tifoz fansa prej tyne, që me luftu me Amerikën. Do të të është që kjo luftën thoi za, strategjike, pak të i thirë, nuk e di a ke vetë për shembull, edhe NBA njën të mundu me pru në Evropë, me bu një bashkëpunim një farë shtrirje ma. Euroliga edhe NBA, një shtrirje me i pru Los Angeles Lakers, e tjera Clippers në Evropë, që mja o marë pak qatë vëmendje dhe atyne, me marë pak edhe për tyne. Kështu që jo më këtë për shembull oraret janë të mërshme për neve.
në tret natës ki loj futboll. Aty është Papërshtatshme pika, po, e papërshtatshme për neve, por jo për kinest. Kështu që, ose për indian, që për ata është shumë okej me kështu një lojë, inshallah nuk na kanë më na e qit finalën në 4 mëngjesit se na morën qoftë atëherë. Me ndru agjendën tonë të zhvillimit. A ka frikë për shkak se fokusit e marketingu e nër me hub këtë originalitetin, ndoshta të sportit, futbollit në fushë, këtë autenticitetin e lojës, a ka frikë që po shkon shumë çat drejtim tash ka marketingu? Duke di se njeh të fushë. Prej momentit që e kom kuptu që të thanë, mu ka hub vetë lezeti për me këshyr futboll, për të kallëzej drejt. Nuk e këshyri mon njëjtë. Edhe menoj që ka vite që është super komercializu kjo pjesë, edhe nuk kam et. Tash, unë e shoh futbollin si një teatr, një shfaqje teatrale, 2 ekipe, e japin shfaqjen cila është më e fortë fiton në qatë moment, ditën e mirë, ndërsa fokusi i krejt drejtuesve të klubeve është tek përfitimet prapa. Jo me shit lojën ose me ble lojën, por sa kemi shit pije, sa kemi shit ushqime, sa kemi shit fanella, sa kemi shit sholla, sa kemi shit bileta. Kjo. Do të thotë, nëse këshirëm veç qëtë kampionat botror në Amerikë, ka ndiku në ekonomitë Amerikës ndikon 41 miliard $. Thotë shitja biletave, organizimi, udhtime, bileta e trenit i shtrejtun $125 pej $60 në New York, llogaritë. I ka hub lezeti. Çka janë ma kështu ma ndryshime, çka janë karakteristika në aspektin e marketingut të qiti botrore? Çka ke po që është zhvilluar mbase në mërisi edhe që po e shohim në këtë botror? Ndoshta në këtë botror, FIFA është mundu me i marrë krejt sponsorat e për veti. Në atë aspektin s'ka dosht me liju kur gjë për kombëtarët, kuptohet kombëtarët i kanë ata sponsorat e vet që janë intern, por jo me vizibilitet madh ka pas veç 6-7 kompani që kanë direkt marrëdhënie me FIFA-n, edhe janë mundu kogja shumë, për shembull që water break, nëse nalim të water break, sa ndeshje janë, se i kom shkruaj që mos më harru, 104 ndeshje janë si vjet. Po, botroret. Kanë qenë historikisht kanë me 60 e diçka ndeshje. 64 ndeshje historikisht ka qenë botrore, tash ka bu 104 ndeshje. Ka 2 water breaka për secilën, i bjen 208 water breaks, pushimet për me pi ujë. Dikon kur e këshyra një analizë, vetëm kanali i Foxit në transmetim i ka përfitu dikon $250 milion vetëm prej minutazhës së ujit. Pse mos me bu ma shumë ata. Në reali është futbolli, tash nëse këshyrim në pjesën tjetër ekonomike ose komerciale, futbolli i Evropës, tash se du me undale dhe me futbollin Amerikan, futbolli Amerikan zgjat dikon 3 orë gjys, 3 orë gjys, edhe njerëzit në stadiume pinë 2 herë ma shumë se sa në futboll që është lunë 10 minuta. Edhe që ashtu dosh me bu UEFA, është ka dënë që me boni diçka, çka do të qoftë, jam duke punu me një ide, ku me ditë kur kam në ardhë me atë ide, që me zgjatë që të 90 minutëshin, jo 90 minuta loj, po me zgjatë që të 90 minutësh që njerëzit brenda stadionit me mujt me konsumu ma shumë diçka, me shpenzu ma shumë të holla, që klubet me përfitu ma shumë. Të nejtë ma gjatë atë. Në stadion, po. Për shkak se lojtë amerikane, për shembull në NFL, 3 orë zgjatë ndeshja, po ata shkojnë 1 orë ma heret, festojnë, pinë, bla bla bla, tani edhe mas ndeshjes kush fiton apo të rren halase festojnë. Te ata zgjat një 5 orë një ndeshje zgjat është një lloj dite festivali. Ndërsa në Evropë 10 minuta para se me fillu loja marrin hyjëm me në fush, se të kryhet apo dalin edhe mas ne nuk pyet për gjë. Do thotë nëse ndodh ky zhvillim, në vitet e ardhshme mund ta shohim po në total lojën e futbollit pak më të ndryshme, po themi me një pamje tjetër, jo vetëm 90 minuta për shku medalje. Unë mendoj që po, nëse në momentin që ndikon diçka financiarisht fiton më shumë UEFA, gojë nuk e kanë pse ta ndryshojnë. Në çfarë pike jemi në ora? Mund të sot tazëm UEFA dhe FIFA të organizojnë një eveniment më sportiv pa sponsorë, si më thonë, pa Adidasin, pa Nike, pa këto. A është e mundshme apo gjithçka e varet atë direkt? Gjithçka varet prej tyne. Gjithçka varet prej sponsorave, për shkak se na po bëhet fjalë për sponsora 100 deri në 200 milion për sponsor. Që i bjen parafërsisht FIFA ka gjeneru të hyra financiare
dikon 13 miliard vetëm nga ky botror. Prej sponsorave premium që kanë pagu 100-200, e të tjerët janë nër 100. Vetëm një prej sponsorave që ka pagu për naming rights ose të drejtat e shfrytëzimit të emrit të kompanisë për stadion, për shkak se FIFA nuk ka leju as stadionet me u emru ashtu qysh janë në të vërtet, 56 milion euro ka kushtu. Veç Po çu mendon që ka shkuar kjo procedura e vendosjes së emrave? FIFA ka caktuar si më filan sponsor do të jetë emri i këtij stadiumi, kështu mendon ka shkuar procedura? Jo, sponsori mas pari e bën kërkesën po du me i kam çikaq buxhet edhe po du me sponsorizu me jap disa ideja çka me bë. Edhe ti jap ideja, në këtë rast për shembull është BMO, është bankë kanadeze, e cila ka pas buxhet 56 milion euro për me bë sponsorizim, edhe kanë qenë dy ideja, një prej tyre nuk është realizu për shkak se ka pas të bëjë edhe me 4 lojtar, Jude Bellingham, Lamine Yamal, David Beckham edhe Kylian Mbappé, por që ka dalë pak ma shtret si që duhet ajo. Edhe mandej kanë thonë që okej, po shkona me naming rights, me të drejtat e emrit me shfrytzu në Vancouver, në stadiumin e Vancouverit realisht, që Vancouver Arena më zgabu fshaj ka pas emrin, tash është bo BMO Arena. Edhe ajo i ka mjaftu aty në me konë me pas qatë vizibilitet, edhe me shfrytzu. Tash pëndojnë në të kini pjesë tjetër, mas është podcast, po bujnë lafë të pëknoqëm. Pëndojnë në të një pjesë tjetër, pak për bëjnë një krahasim me sponsorat të na. Na japim parë për sponsor. I japim 10.000, 5.000, që apëtë nuk e marrë vesh. Por, veç i japim, edhe ku kry pjesa. Por, sponsorizimi nuk është veç aty. Sponsorizimi është atë detë aktivizimi. Çka po bën pas. Në sponsorat, më thonë, klasik, në sponsorat klasik në Evropë, për shembull, ose në krejt botën, jo veç në Evropë, te i pagu 100.000 euro për me pas vizibilitet në qatë hapsir, edhe mandej te duhesh me shfrytzu që ato, jo unë për ty, ti. E merë fotografin, e merë një videograf, ose bën ide tua për me zhvillu që ato. Në këtë rast për shembull BMO e ka të drejtën e stadionit edhe i kanë të gjitha të drejtat për me shfrytzu qatë stadion, ose qatë emër, ose qatë vizibilitet në stadion për kampanjat të tyne të marketingut, sa i ka pagu 56 milion. Në këtë rast, për shembull, edhe e kemi pa Levis, që është Levis Arena, që është ndërru emri Levis Arenës, që ja kanë mbulu, ata edhe pse nuk kanë jap sponsorizim për stadium, ata e kanë aktivizu në formën më të mirë të mundshme. Stafi marketingut tyne është fantastik. Kështu që na shumë pak, si po flasi Kosovë, shumë pak pijapim rëndësi aktivizimit. Na veç pijapim pa edhe u kryu, tash hajtë se unë jam sponsor të Sportcast edhe u kry. Tash ditën e mirë. E në duke parë përvojën tonë edhe në Madrid që keshe pikërisht me klubin, në njërën prej këtyre negociatave për botror, me ndonjë prej kompanive ke qenë në rjedhat, pak të një ofër, me ndonjë bisedim, a më ndim se si ka shkuar çfarë? Të bashkë për BMO, që ata e përmena. Se për të tjerat jo, për BMO kom qenë pjesë e negociatave, nuk është që unë e kom drejtu negociatat, do të me kuptu, unë e kom qenë veç në atë pjesën që kom vëzhgu, e kom këshirë negociatat qysh po fillojnë, qysh po mbarojnë, kom marrë shënimet që mos me deviju ndonjë ide ose ase. Pa tjetër që detajet brenda kanë qenë konfidenciale, derisa në momentin është publiku edhe është bo zyrtare se çka po ndodhet, por që... Që kishte të bënte me emrat e lojtarëve që i përmendte, apo? Po. Për shembull në këtë rast me emrat që i përmenda nuk është bo, edhe unë e kom të drejtë me folë, se çka është duaj mo. Ndërsa tek pjesa tjetër, për shembull, është shumë e thjeshtë se sa që na e menojna. Me u bën një marrëveshje 56 milion euro është shumë e thjeshtë. Se sa. Për shkak se nuk ki nevojë me bind shumë. Ai e din çka po don. Ki të bësh me profesionala. Do të thotë s'ki nevojë me bind ti pse duhesh me marrë të drejtën e një emrit të stadionit. Se ai e din rëndësinë e çasaj. Edhe kur bëhet fjalë për një shumë të madhe, ai mundet me kërku diçka pak ma shumë, që ti mundesh me ja bo jo me naj shumë të madhe, por kitë negociatat janë tek ideja deri se te besimin. Në momentin që ka besim në mes të klientit edhe partnerit, atëherë është shumë më e thjeshtë
se sa që na mendojmë. Do të thotë, nëse flasim tek pjesa e sponsorizimit, një prej eksperiencave që e kom pas prej personit, e kom pas edhe shef në Madrid që ka bu marrëveshjen e Fly Emirates edhe Real Madridit, është marrëveshje për 10 vjet, 100 milion euro në vit, që i bjen 1 miliard, marrëveshja më e shtrejt në historinë e futboll marketing, sa i përket në atë vit kur është bu. Ka tregu që e ka bu me as edhe një slide të vetëm, e ka bu marrëveshjen. Ja bos. Ka qenë shumë e thjesht. Pronari Fly Emirates i ka thonë për 24 orë du më pru Perezin në zyre, nëse jo vazhdoj me Atletico Madridin. Edhe kjo është dashur me bu të pamundërën të mundër, me aqu Perezin në Londër për me bu marrëveshjen. Edhe në momentin kur ka dashur me hap laptopin, të paktën me prezantu Real Madridin dhe Fly Emirates, pronari Fly Emirates i ka thonë, i ka kërku me nari laptopin, me thonë se unë e nxja Perezin, kjo më gjemu, vazhdojmë tutje. Shumë e thjesht. A ishin është diskutuar në fillim të botrohet kjo puna e çmimit të biletave. Sipas teje, a kanë qenë çmimi i tyre i arsyeshëm për botror apo ishte i lartë siç edhe u ankuan në FIFA shumë herë? A kiti në anku ata që s'kan. Ja do një manku, për të kalzoj drejt. Arsyeshme. Po, ankese, shumë arsyeshme. Unë e menaj që FIFA ka qitë çmimin, ma dojë stadionet full për janë. Unë e pisho full tash, zdi... A janë asë janë shtrajta. A janë shtrajta ju ato për janë plot, të moshta. Unë e menaj që nështë me që ka shu pak atë entuziazm, se për shkak se s'po ka tifoz ultras. Për shembull, e pash një video diçka në Facebook, që kishin qitë që Brazili s'pat ultras të flakt, që ka ditë një çdo botror me pas. Po, me organizim ashtu po. Po. Ndoshta këtu ka ndiku çmimi i lartë, por unë thash edhe më herët, FIFA-s nuk i intereson më kjo pjesë. Ata dojnë me pas përfitim financiar dhe ditën e mirë. Bash ditën e mirë. Njerëzit po shkojnë me këshir. Në momentin që ndoshta organizohen njerëzit që është e pamundër, hajde s'po shkojnë anë që të bojkotojmë, ta ndërmarrin masa, por jo, se shoh. Peshojmë edhe stadiumet. Çdo stadion që tash për shembull modern, Manchester United është të ndërtu me 100.000 ulse, Tottenham ka stadionin fantastik sa i përket teknologjisë, përfuni stadionit ka go-kart, me grokerë të vogla, plus stadiumi i Tottenhamit është ndryshu për me lujtë futboll amerikan me një periudhë, hekët bari, ka organizime tjera, do të thotë për me maksimizu shfrytëzimin e stadionit janë të bëjë gjithçka. Edhe Real Madridit një të kohë, që tash e mur lejen për me bu prap koncerte, se njerë e kanë revoku. Do të janë të mundu me bu gjithçka me bu të multifunksionale. Në stadion futboll, po multifunksional. Ma herët u ka në stadion i futboll dhe veç i futbollit. Në veç në vikend ke pas aktivitet edhe to. Tash, çdo ditë. Dy prej figurave të rëndësishme edhe të këtij kampionati botror janë Leo Messi dhe Ronaldo. Kjo lufta sportive mes tyre vazhdon më kanë pranë përgjigjen e Ronaldos në fushë. Po në aspektin e marketingut, se janë të rëndësishëm këta dy me kanë pjesë e botrorit, edhe që në fakt janë. Shumë e rëndësishme. A do të ishte ndryshe pa ta? Po, patjetër, e kish pas nështë një zbehje, nëse kish mungu Ronaldo ose Messia, besoj që e kish pas një zbehje sa do të vogël, edhe pse na peshojmë që non-stop secili lojtar është të luftu për me pas vizibilitet. Kemi Erling Haaland, i cili tash është bërë edhe youtuber. Para me në, i lojtar i futbollit youtuber. Edhe jo veç ai plot lojtar tash janë tu marrë me këtë pjesën e marketingut, se e kanë nuhat që janë tu ke pas përfitime parafërsisht të njëjta sikur për ekipin, edhe për sponsorave jashtë ekipit. Të hyra financiare janë të pas gati çaty. Për shkak se pe bën një kanal të YouTube-it, po bëhet një farë lloj YouTuber ose influenceri, edhe moshe sponsora. Do të thotë Messi na e dim krejt që ka përfitime financiare fantastike prej Ligës të Amerikës, po edhe Ronaldo në anën tjetër as pak e sjalan. Do të thotë këta janë më veç fytyra të futbollit. S'kan me të mopit. Sipas teje derisa po vazhdon debati kush është më i mirë në sport, kush është si më han baba në aspektin e marketingut. Kush është ka fshin më shumë parë? Ronaldo apo Messi? Kush dominon? A ka një qartësi këtu ajo? Ta japin një përgjigje që s'kemë prit as vet. Apo? A den se këna i kallzoi thotë, se pas ta menu. As nëse ka menu dhe jam nga kallzu dikush. Sa i përket të hyrave financiare, lojtari më i pasur në botë nuk është as Messi as Ronaldo. Lojtari.
edhe pse e kalon futbollin ai, u ka një lojtar mesatar, u ka një lojtar që s'mu ka dok wow, nuk ka qenë kur ta përmend emrin aty që më u çudit goxha. Ka luajtur për Arsenalin, as në Arsenal nuk u kanë wow, Mathieu Flamini. Apo. Mathieu Flamini e ka Që vazhdon me majt pothuende, është po, ala edhe sot është lojtari ose ish lojtari ose ish futbollist më i pasuri në botë. E ka net worth parafërsisht 3 deri në 5 miliard euro ose dollar, që është duke emrin. Mathieu Flamini për shkak se e ka një fabrik të një farmaceutik të Roki Magjan. E ka një fabrik farmaceutike edhe prodhon, ai ka qenë biolog, u rrit çapo dione, edhe të gjitha investimet që ka marrë pe futbollit i ka investuar ne dhe tash është ish futbollisti më i pasur në botë. Sa i përket lojtarëve tash në aspektin e marketingut, Messi apo Ronaldo, Messi e ka kontratën shumë të bukur me ligën e amerikane, po për shkak se Messi me sa e diunë merr pak më shumë parë se sa Cristiano Ronaldo. Ronaldo është the GOAT në atë aspektin që është i ka bo sanet e çmëllon, është fantastik. Unë s'moj me i do asnjërin, as ata se shkojnë gjithë çati. Po kontrata e Messis në fillim nuk ka bo shumë zhurmë se nuk e kanë ditë sa ka me dhejës vetë Liga Amerikane, por në momentin që dhejëzi Messia hala merr përqindje të hyrave financiare të Ligës Amerikane. Do thotë Messia me një farë forme është ortak me federatën e Ligës Amerikane. Për përvojës tonë në Real Madrid po më intereson është diskutuar me atë sa ke nejt atje për atë kohë, është diskutuar herë për çit rivalin Ronaldo Messi ke po në ambientet e Realit që diskutohet që kjo formë? Po gjithmonë është ajo pyetja që vjen kur i vet cili është më i mirë, gjithmonë të pyesin për çka. Dojnë me ndo ata. Po, dojnë me ndo, jo me marrë në përgjithësi. Për shkak se edhe ata vetë pranojnë që Messi në disa aspekte të tjera është më i mirë se Ronaldo. Ose Ronaldo është më i mirë se Messi në disa aspekte të tjera, se jo gjithmonë na i krahasojmë dy lojtarët, ndoshta më të mirë në histori të futbollit, Messi dhe Ronaldon, po që të dy të luajnë në dy pozita të ndryshme me dy kur çdo të njëjtë nuk kanë. Te nëse krahason Ronaldo ndoshta me një sulmues tipik që është si Ronaldo, thot njëri ose me një winger sigur Messi, apo thot njëri çati, po edhe ata gjithmonë e dojnë. Kush për çka është më e mirë se tjetri. Kështu që për punë Ronaldo është baba, ndërsa për talent Messi është në tjetër i pa diskutueshëm. Çfarë mundesh me na ndodhi diçka për çasoj përvoje, me kënd prej figura ndoshta që i njohin publiku kosovar, ata që më na ndjekin, që ke fol me to, që ke kontaktu, qoftë si drejtues, qoftë si lojtar, me kënd ka mirë ndoshta diçka për shtypje. Më ka me pas mësime prej trajnerit të Carlo Ancelotti, që për mua është fantastik, se unë tifoz i Milanës, për e shesh ata që na rujt. Më ka me u taku me Alvaro Arbeloan, me Miroslav Klose, kështë të thonë, ka me Klose zdipse. Me po më doket që edhe në intervistë më erdhe pas na thonë Miroslav Klose. Apo? Po. Ashta që ja thej mesi rekordit që të ditët ka mirë në përmend. Po, sigurisht. Sigurisht. Në që aspekt ka me taku Angelottin, si shka e pe? Si profesor. Apo? Ish shumë ai qetë se sot që na jena mësu me po në televizion, për ekranit në... Do për serios maksimal. Super serios, ai veç keshke. Në klasë veç ka kesh, në ashtë mësë me në ep një vesiklet, edhe me Emilio Butraguenin. Më ka me u taku, me bisedu një vjedh një 5 minuta tjetës tina, me fol pak për Kosovën, që e deke Koxhamir çka është Kosova, të regeke që infrastrukturat e na është e dobët. Kish marrë vesh. Kish marrë vesh. Edhe e deke edhe për Fadel Vokrin, legjendën e futbollit shqiptar, kësha do është me thonë, jo veç Kosovës, që e kish njoft në atë aspektin që përmes tina mande i kish ditë edhe për Kosovën, edhe për Kosovën edhe sot. Edhe jem çudit, edhe më fasu shumë me ato informacione që i kish për Kosovën, është kah. E kanë kështu thjeshtësinë e bisedimit, nuk e monat? Shumë më thjeshtë se sa që na menojna. Mrena ambienteve të Real Madridit, ose në Valdebebas, kur hen mrena, ishe lojtarë që janë tepër më thjesht. Normal kontakt me lojtar nuk kena pas direkt, për shkak se ajo pjesa jo nuk kanë këtë tjetër sen, jo me u marr me stërvitjet ose çapo bojnë. Na e kena pas mbelen një pyetjeve të mia, u kanë që pse s'kem punë me lojtar. Edhe pikërisht u kanë Emilio Butragueni që ka thonë na
e bojmë futbollin. Ata e bojnë lojën. Kështu që na s'kem punë me lojë, na kem bujmë me futbollin. Kështu që kjo është një prej përgjigjeve që e kam marrë. Edhe e shet që ata janë ma thjesht, ka gjatë thjesht janë. Jo që shishojmë na në fush, pau. Nështë pyetje që nështë s'ka përgjigje me gjithat, po nështë se ke ma shumë politike, është përmend kjo pjesa që Spanja nuk e një Kosovën, e ke pas ndonjë qasje ndryshe, apo nuk e kanë në popull që thonë nuk vrejt e farë punë? Në popull heq nuk vrejt. Për kundrazi në popull janë shumë pro Kosovës. Dojnë atë është shumë e çuditshme që shteti ju nuk e pranon Kosovën. Kur ja u përmeni Vedat Muriqin, ata janë do të full respekt për Vedatin. Edhe por fatkeqësisht sa herë më ka rënë me pas punë që u dofki me prezantu dokumentin pasaportën tem, ma bëjsh në po vjen shumë keqe në orë, kjo në di që ti e Kosovës, në di që është Kosova e pavarur, po dhe shteti ku ti je nuk e pranon Kosovën, dhe ke ne duhemi me vepru me ligj të këtij shteti, e jo me të shtetin që na nuk e njohim këtë rast Kosovën, për ndryshe, ata janë shumë pro, unë më ka rrodhë me u taku me disa, tash më falë që po i pak në politik, po është një histori shumë e bukur. Në Madrid jam taku me një shqiptar, është Burim La Pashtica, i cili ka një restorant vogël në Usera, në Madrid, edhe i bën tortijat më të mira në Madrid. Tortija është ve me patate, edhe me pak qep është si lloj tradicionale e Madrid, e Spanjës, pa e bën një pi më të mirave në Madrid, si me orën e spanjoll, me na e bu flinjeve. Edhe ai librin e Bardhyl Mahmutit, Gjenocidin në Kosovë, plagë e hapur, e ka përkthyr në gjuhën spanjolle, edhe e ka shkep tek politikant e Spanjës. Për shkak se ka mjaftueshëm njoftësi, edhe është pjesë e një partije politike në Spanjë, në Madrid, edhe është mundu mja u shpjegu idenë që qa kemi hjek na, që ku është problemi i Kosovës, na nuk kemi problem. Edhe më ka orë tepër mirë që e kena një shqiptar që është të munu atje. E kena një. Edhe inshallah e kena gatë. E nërë, kur jemi të futbolli, edhe të din që Kosova ishte, po themi vetëm një hap larg kualifikimit pikërisht në këtë botror, e para punës a ke prit, a ke dosht gjithçysh me u kon Kosova atje, sa dhe të ishte e rëndësishme në aspektin sportiv, por edhe në këtë anën e imazhit, komercialitetin që do të flitet për Kosovën, që do të shpërfaqemi më shumë atje, edhe si lojtar, po edhe si tifoz që mund të shkonim atje, sa dhe të ishte hapi rëndësishëm këtë aspekt. O zot, jo i rëndësishëm, po i shkon hapi më i madh që i kishim bënë herë. Jo veç si federat, patjetër. Po edhe lojtarët e ja kishin pa shumë hajër në asaj për shkak se skautat ose menaxherat ose drejtorat sportiv të klubeve i kishin kthy kryt pak ka Kosova. Se kemi talenta. E çaj është ka një vule me thonë që hena për mena talenta. U ka një vije holl, një më kanë fush në stadion poshtë, edhe shpirti më dhëm ke që s'moj të me kalu, unë i kom pa mandi, i kom përsi edhe lojtartë, kanë qenë ju të dëshpërum, për të mërësisht të dëshpërum kanë qenë, normal ma shumë se lojtarë s'ka pas shef kërkush tjetër, me kalu të utje nuk kanë faj, qatë kanë mujt me bua dit, edhe ndoshta nuk u kanë fati me neve në momentet caktume, po që nëse i këshëm shku në Brazil, hajtë denur, në Amerikë, ishëm kanë këgja, kishim bobe ma shumë problem se kura qao, bile pak ma shumë problem se ta kishim bo. Bile për ironit fatet i na konë edhe në grup me Amerikën nëse kishim shku në vend të tërqis. Amenoj e tash. Kishme dujtë kondër një nikë tonë të malë kështu. Ate s'kishim mujtë i lujtë futbol. Ate direkt. Ate vish punë falenderinë është në sfushës. Mja njës me kënu, thank you USA. E në kam që e kemi figurën ma një imazh kështu në kombëtar në Kosovës në futboll që na përfaqëson në botë flitet më shumë për to dhe që është e rëndësishme në aspektin e marketingut për shtetin. Po, unë mendoj që e kena një figurë shumë të mirë. Në Evropë sidomos kur të flasim për Kosovën, e kena bu një imazh shumë të mirë. E kemi Edonin, e kemi Vedatin, që janë të bu punë fantastike, e kemi Amirin, Rashicën, në Turqi, Fisnikun e kemi tash në Gjermani, që u përfal me shku në Barcelonë. Do të imazhin e kena, njerëzit kur t'ju thu për Kosovën e din sakt kush jena, çajna, qysh jena. Mi thonë për Vedat Muriqin e din sakt. Vedati më di. A den tamam El Pirata, pirati.
ajo është bele i ka fitu zemrat e plot spanjollëve, jo vetëm të Majorkës, po edhe jashtë Majorkës me Në shumë raste ndajtiva. Është fantastike. Unë kom përcjell Vedatin me një lojë, Sevilla me Majorkën, në Sevilla shkova veç për hatër të Vedatit, edhe unë e pash që njerëzit në Sevilla ishin kur përfundoi ndeshja, plot fëmijë, plot njerëz me pankarta, Vedat, por favor, tu kamiseta, të lutem fanellën tënde, tu e kërku fanellën e Vedatit. Fatmirësisht për mu, Vedati më më gjofti, tha, kjo është për ty, edhe ju kërkoj falje aty në ju tha, ky vjen tha për shtetit tem, dora me jap këtij. Ai një fanellë kati. Edhe ma dha fanellën, edhe gjoja edhe ma e bukur, kur tu këthy të shtëpia, kuptova që ajo fanellë që ma ka jap Vedati mu është fanella me numër 100, do thot paraqitja 100 e Vedatit për Majorkën. Edhe mandi normal, patjetër me njerë kom kërku për Vedat lutëm me ta kthy për shkak se është një numër jubilar edhe është shumë e rëndësishme ajo. Edhe ma buni tha, me qenë se jetu e ditë rëndësinë e kësaj fanelle, moje ti. Po, ave që po e din. Kështu që unë e hem të e mojë, në salën të shtëpia, një televizor. A boni mirë sipas teje, me qenë se mirësh pak a shumë me këtë pjesë, a boni mirë sipas teje që u kthyn tushi ajo? Se vendim karrierë. Kogja mirë. Unë mendoj që mirë se Vedati tash Majorka me shkum në ligë të dytë, sekunda divizion në Spanjë nuk është që do të kishte me pas shumë vizibilitet mjaftueshëm që shpat në Primera Divizion, plus kënë top 5 gëlashurues më të mirë të Spanjës. Në Turqi unë mendoj që ka me jap hala më shumë aty, plus ka me pas mundësi me lujt në ndeshje evropiane, që është kogja e rëndësishme për një lojtar si Vedati, edhe normala nuk presim tash për shkak se Vedati tash është 32 vjeçar, 94, edhe nuk presim tash me mojt qatë nivel. Me mojt nivelin një që e pat vitin e kalum, po nuk i dihet, kur nuk i dihet fatit, tash Ronaldo Telash është i bo me 41, ele e ma Vedati me 32, kur nuk i dihet më dhe marrë në ofertë, me kanë zër dikush, me e marrë. Me qatë të enuri me gjithë këtë një ori rrë sportit, informum bukur mirë, se që edhe bisedom dhe i tash, ku dhe ta shumë enurin ma aktiv rrë sportit, me qëfar përmjerët enuri, që janë planet tua, që a buboj? Mos nale sportin për mënej, merë. Pa tjetër. Unë qëra, të kalzoj pak për enurin, se mu ketëm njojnë prej televizionit në showbiz. Muzika dhe enuri, kaq. Po pak njerëz e din për enurin që është marrë me karate, dykën 7 vite tjetës temi kom jep në karate, kom brezin e zi, kom një dan. Mande jo marrë me not, me futbol, jo marrë me sport, gjatë gjithë jetës kur nuk kom qenë të nejt, për pos nejse shtu 5-6 vitit e fundet se u dhona me qitë dur që shtu. Jo më danu pak, ashtë e u zënu. Gjithmonë e kom pas sportin me vete, sa ere kom krye emisionin showbizit, atëherë u patkon e erë një botrur, tamon e krysha emisionin direkt, live score me kështu që ashtë do ndodhë me rezultate, se prap sporti është ajo që mon kështu adrenalina e sportit. Tash planet jam duke punu për me shtru pak ma shumë vizibilitet të vendit tonë në për Evropë, dhe jo vetëm jam duke u mundu me bo një urë lidhse midis sponsorave dhe kompanive ose klubeve si dhe lojtarve. Jam duke punu me i zhvillu lojtarët e futbollit në atë aspektin komercial, me i këshillu dhe me i mirëmbajt atë sukses të lojtarëve tonë, për shkak se ka hapësirë, ka gjashtë më të madhe për mirëmbajtje. Se okej, na e bojmë një yll, po do të me mirëmbajt. Qysh me mirëmbajt? Për shembull, shumë pak prej njerëzve ose publikut intereson kur një lojtar pensionohet, çka ndodh me ta. Ka kompani ose ka njerëz të caktuar, në këtë rast për shembull, më thonë një mund, që ti vendos me u pensionu vitin tjetër, edhe më thuaj Enur qa me bo tash. Edhe tash që ato këshillat e mia rrugës deri te pensionimi të ndihmojnë çka me bo next, që mos me met si Ronaldinho në burg 2-3 muaj me fitu një derë në hell. Falem për Kosovën pak më herët, me që po menon këtë pjesën e lojtarëve. Kemi shumë lojtarë të Kosovës, qof Leoni Vllau, qof Fisniko, qof Tedoni, që nështë kanë një talë me
të paqartë në aspektin e klubeve është fjala. Ke ndonjë informacion ose rreth talmës tyre, mendon që po diskutohet do të ndryshojnë klube apo jo? Ndërsa kjo përgjigje më e shkurtë, për shkak se është nivel më i lartë. Ma trup. Për Edonin është paqartësi, më vjen shumë keq, është super talent. Por që unë mendoj që për Edonin i ka vyt me pas një njeri ose do njerëz me i nejt gati me këshillu në formën më të mirë të mundshme, po dhe me i ndëgju këshillat. Ndoshta i kanë këshillu, por nuk i kanë dëgju këshillat e njerëzve. Edhe ajo është pasqyrë që na po e shohim, nuk ka trajner në botë që nuk e shtin lojtar nëse nuk e jap maksimumin në stërvitje. Sa ai do me fitu trajnerin, kush do qoftë. Okej, na e lajm fajin trajnerit se kem qef, me gjithë respektin për Edonin, me gjithë respektin për trajnerin ose këndo. Unë mendoj që s'ka talent më të madh se Edoni në Kosovë, do të më ditë këtë krejt na, por që duhet me u zhvillu çaj talent, jo me deri çaty. Edhe unë mendoj që Edoni ka pas nevojë dhe ka nevojë. Edoni ka shumë presion. Do të më ditë edhe këtë pjesën tjetër të anës tjetër të medaljes, ka shumë presion prej fansave, ka shumë presion prej kritikëve, për shkak se Edoni kritikët i ka direkt thik në fyt, nuk i ka kritik hajde veç me fol, po thik në fyt i ka. Edhe është e rënë. Ai është shumë i ri për me u ballafaqu me këtë çto kritika. Aden s'do njëri ka më u fokusu. Për me, tash u martum, do këtë është bo dhe bab, po, është bo bab, tash te vladi, a te loja, a te kritika, aden shqyqër që s'del Edoni me një video me thonë, ball nëse më keni lodh. Aden kështu lenën pak, po rehat. Po, lemni rehat pak, po futbolli ka këtë pjesë, tash se ti dush më u ballafaqua edhe me atë pjesë, me kritikat. Edhe Amir Rahmani ka njëtë kritika, Altin kryaj. Këtë tjetëri me thika, tjetëri Altin. I menaxhon më ndryshe, Amir është ka përvojnë. Po, Amir është më i vjetër edhe ka përvojë. Interesant mall ka për fisnikën e nër. Që në skuadra gjermane për fisnik Aslani ka interesim më të madh, është fola për Barcelonën, për Chelsea. Po, për fisnikun kam disa informacione kështu nga brenda prej njerëzve që kam qef me nda me ty. Që fisi është duke bisedu me një klub në brenda Gjermanisë. Edhe me sa di tash nuk është 100% e sigurt që ka nënshkru kontratën, po marrëveshja është bo me një klub të Gjermanisë, jo me Barcelonën, fatkeqësisht. Barcelona më duket në momentin që është kërku prej menaxherit ose prej menaxhmentit të fisit. Jo, realisht klubi ka kërku 50 milion, Barcelona është tërhiq, sy ka duk shumë, edhe është dash me këshirë një klub tjetër. Tash klubi tjetër është në Gjermani, jo që i kanë pagu 50 milion, nuk e di sa kanë mujtë me i pagu ata, por që fisi ka me pas një të ardhme ka gjatë të ndritur. Inshallah ka fat, gjithmonë uroj me pas fat lojtar tonë, për shkak se një lëndim çan mbrapa, mos të harrojmë edhe Doni ka luajtur shumë i lëndum, se çtash më kujtu të lëndimet, që pak njerëz e dinë. Shumë pak njerëz e dinë që Doni ka luajtur 70% kohës vitin e kaluar i lëndum. Do të thotë që Fisnik Aslani do të vazhdojë në Gjermani, nuk do dalë jashtë. Në Gjermani fisin e ki me ndresa të verdha. Ndresa të verdha që për i bje mund tjetë Borussia Dortmundi. Po. Do të vazhdoj aty. Ranë më kanë kalëzur, ranë po të kalëzoj, s'ti gjo. Një pyetje. Qësh është ai që del në për Instagrama italiani? Që shtu më thana. Një pyetje të fundit. Here we go, ranë për kalëzoj. Romano, Fabrizio Romano. Fabrizio Romano. Një pyetje të fundit, Enor, kemi pa para disa muajve, Federata Futboll Kosovë njoftoi që veshjet, ndresat e Vanellës Kosovës, për disa informun, do të jenë tash me kompaninë Adidas. Megjithatë, unë me sa të paktën kam provu me marrë informata edhe aty, është megjithatë një lloj buxheti i FIFA që ka dalë disa kombëtarë kështu më janë ndihmu, po megjithatë është e rëndësishme për neve që ta kemi Adidasin në gjaks. Tepër e rëndësishme. Tepër e rëndësishme. Për shkak se ti kur e ke Adidasin, Adidasi në marketing është tepër bojnë presion, bile ata për me pas vizibilitet kudo. Kështu që një prej kësaj është, unë jam shumë i sigurt që Adidas është informu paraprakisht që hej, Kosovës më ja jap, edhe kanë thonë po ose jo. Jam shumë i sigurt. Edhe normal kur thot Adidasi po ti krijon mundësi bashkëpunimit Adidasit me lojtarët tonë për me vesh patikat, do thot patikat e ndeshjes, me Adidas, me pas një sponsorizim shtesë nga Adidasi, automatikisht del me një nivel tjetër. Automatikisht Adidas, Nike del me një nivel tjetër. Edhe Puma së fundit që janë të investu këgja shumë,
Kështu që unë mendoj që Federata jonë e Kosovës ka bërë punë fantastike sa i përket kësaj, pse jo, pse mos me i kursy, për shkak se ti me bu marrëveshje me Adidas, nëse më Nike ti duhesh me pas një buxhet të caktuar që të fanellave që duhesh me i porosit për ata me t'i sjell ty. Na nuk kemi njerëz për mja ushit ton ato ndresa. Kështu që për atë arsye nuk kanë mujt me bu atë porosi që ati një numri të caktuar të fanellave, për atë arsye në bashkëpunim me FIFA-n, mirë se vini, perfekt është. Fantazi. Enor, shumë faleminderit që erdhën në Sportcast dhe bo pak më abet kështu për çik. Kom lodh, po ndodhet. Jo, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë kënaqësia ke veshë jam mirë. Shumë faleminderit shumë. Mishte Sportcast, faleminderit që ishit me ne. Na ndiqni për intervistat të tilla në kanalin tonë në YouTube dhe në rrjetet sociale të Kosova Presit. Faleminderit shumë.